Përshëndetje miq, sot kemi ardhur në vendin tim të preferuar në jug, pikërisht në Borsh. Në Borsh ne do të vizitojmë Luna Mares Seaside Suites, dhe në fakt mbrapa meje duket edhe suitat e Luna Mares, po gjithashtu edhe malet, edhe natyra shumë e bukur e fshatit të Borshit. Borshi është një fshat familjar në jug, që preferohet shumë nga familjarët sepse ende çmimet nuk janë aq të shtrenjta sa në vendet e tjera të jugut. Ata që vinë dhe pushojnë në Borsh, përgjithsisht vinë dhe qëndrojnë një javë deri në 10 ditë dhe gjatë kësaj kohe, përveç aktiviteteve në ujë që mund të bëjnë dhe pushim total në plazh dhe duke shijuar gjithashtu edhe natyrën e mrekullueshme dhe ushqimin shumë të mirë, kanë mundësi që të vizitojnë edhe disa atraksione të zonës përreth. Kalaja e Borshit është një atraksion shumë interesant që patjetër duhet vizituar nga turistët që vinë këtu, por edhe pushuesit që vinë për fundjavë, po gjithashtu edhe Kalaja e Porto Palermos, ku organizohet e festivali Porto Palermos dhe është realisht një atraksion shumë i bukur me muzikë të jashtëzakonshme dhe kjo e bën më interesante qëndrimin e pushuesve këtu. Duke qenë se ka edhe natyrë, edhe hapësirë në plazh, fëmijët kanë mundësinë që të qëndrojnë lirshëm këtu pa atë zhurmën e madhe të lokaleve, por gjithsesi duke shijuar ujin e mrekullueshëm kristal të Bregdetit të Jonit. Luna Mares Seaside Suites, pushuesit përgjithsisht pasditeve dhe në mbrëmje preferojnë që të qëndrojnë në këto suitat në natyrë këtu, pranë pemëve të ullirit duke shijuar një gotë verë ose pse jo mund ta porosisin darkën dhe ta hanë në privatësi të plot. Shihet shpesh që turistët edhe ju pëlqen që të lexojnë këtu pasditeve duke patur një ambient më privat dhe më pak të zhurmshëm sesa pjesa e plazhit. Tek pjesa e plazhit Luna Mares Seaside Suites, këtij kompleksi fantastik familjar. Në fakt kjo është pjesa e plazhit. Këtu shohim që ka edhe këto kajakët që për aktivitete sportive është shumë mirë në ujë dhe preferohen shumë si nga fëmijët edhe nga të rriturit. Plazhi këtu vjen në shezllonët, nuk ka asnjë bllokadë për sa i përket pamjes së detit, që është fantastike. Këtu në plazh mund porositen edhe pijet, edhe koktejlet që janë shumë të preferuara, ndërsa këtu mbas meje, kjo pjesë shërben edhe për të relaksuar gjatë pasdites, ku mund të pijet një pije bashkë me miqtë ose familjarët, edhe të shijohet edhe pjesa e rërës dhe e pamjes. Pra, një pamje shumë e bukur, mbrapa meje është edhe lokali është krejtësisht me pamje nga deti dhe shezllonët nuk e pengojnë fare, prandaj janë spostuar anash. Plazhi i Borshit është një mrekulli e natyrës, në fakt, por ajo që e bën akoma më të veçantë është gjithashtu edhe pamja e maleve që e rrethojnë plazhin, që është diçka fantastike dhe gjithë huajt këtë thonë, fakti që këtu është ende një vend i virgjër, është ende natyrë dhe ndërtimet nuk kanë arritur që ta bllokojnë këtë mrekulli të natyrës. Tani mund t'ishni që të bëjmë një intervistë, të njohim edhe sipërmarsin e këtij kompleksi, Luna Mares, dhe të bëjmë një intervistë me të për sa i përket sezonit veror 2025. Sipërmarsin e Luna Mares, Rim Doka. Përshëndetje Rim. Përshëndetje Florana. Si ju ka gjetur ky sezon? Si e keni nisur këtë sezon? Ky sezon është fantastik, si dhe vjetë. Turizmi në Shqipëri, zonën tonë Borsh, është ngritje nga vitin vit. Okej. Njerëzit, klientët, vizitorë që kanë mbetur të kënaqur. Kjo ka ndikuar pozitivisht tek prurit e reja. Ti ke edhe një
histori pune të gjatë Patjetër, në Greqi. Po, nga 1993. Që nga 93 ke jetuar atje dhe pastaj? Po. Kur vendose që ta hapësh këtë biznes në Borsh? Po, kjo histori ndodhi para 12 vitesh. Qëlloj që vizitova Borshin, pash dedin, pash malin, pash ullit, pash natyrën dhe më surprizova, nuk e kisha vizituar kur më parë. Ishte një vend i virgjër, shumë pranë Greqisë që ishte në zhvillim shumë vite më parë, edhe ishte një vend me potencial për investim. Megjithatë, ti ke qenë ndër të parët që kanë hapur plazhe dhe biznese këtu. Po, nga të parët. Edhe unë kam ardhur herët kur pak kohë kishit që e kishit hapur si biznes Luna Mare. Megjithatë e ke pas atë vizionin se si do zhvillohej këtu që atëherë? Nga vitin vit patjetër. Okej. Po, nga vitin vit për më mirë, për më fitimtruars. Vitet e para ishin shumë vështira. Nuk kishte vizitorë, mentaliteti ishte shumë ndryshe, njerëzit nuk ishin fokusuar tek restoranti, te shërbimit, po thjesht kishin thjeshtësinë e plazhit, gatimit në një dhomë. Çfarë mendimi kanë të huajt që vinë këtu? Këtu është e mbushur tashmë. Na japin urime, sapo larguan një çift nga Suedia, edhe kanë mbesin të surprizuar. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Çfarë ju pëlqen? Natyra, shërbimi, mirësjellja dhe jo abuzimi që bëjmë ne me klientët në tuajt. Sepse unë jam shumë i lumtur tek pjesa e bizneseve, sepse duke parë eksperjencat në Greqi që abuzohet me tuaj, është abuzuar vazhdimisht me tuaj duke i kategorizuar njerëz. Po, ne kemi një mentalitet tjetër, ne i konsiderojmë të gjithë të njëjtë. Pa diskutim që është e dukshme që deti është fantastik si në të gjithë jugun dhe mendoj që deti është pika më e fortë që i tërheq edhe turistët e huaj edhe turistët shqiptar. Po përveç plazhit këtu, çfarë bëjnë pushuesit kur vinë këtu një javë ose 10 ditë? Patjetër. Kjo është ajo që na pyesin para rezervimit. Ç'ofroni përveç hotelerisë, restorantit, plazhit ju në Borsh. Aktivitete ndryshme. Kemi kalane Borshit lart shumë pranë. A e vizitojnë? Po, patjetër. Ja sugjerojmë, e shikojmë patjetër, edhe ngelen shumë të surprizuar. Pamja është mbreslënse, fakt nga kala e Borshit. Kjo ka qenë arsyeja që erdhëm në Borsh, sepse është një destinacion domosdoshmë që i përfshin të gjitha, përfshin Himarën, përfshin Lukovën, përfshin Sarandën, vetëm 50 kilometra, apo zonat më të lakmuara, Palermos, po akoma dhe Dhermion, domethënë për njerëz që duan diçka më ndryshe për darkat, kuptohet. Është një qetësi totale, është një relaks total. Këtu është destinacion për pushime. Këtu është të vi dikush i lodhur nga puna që bën gjatë vitit, të stacionohet një javë, 10 ditë edhe rilind. Kur rilind. Rruga e Lumit Vlorës ishte një mrekulli për ne. Që ka shkurtuar goxha distancën. Po, ka shkurtuar dhe bëri Borshin destinacionin më të preferuar në Shqipëri. Pse? Sepse është një distancë shumë e vogël nga Tirana, një vend i virë, një vend i lakmuar, një vend që dikur ishte shumë i largët. Tani vjen për 3 orë e gjysmë. Kam vënë re që keni sjell edhe këto kajakët që nga vjet. Cila ishte ideja? Pra që të ketë një aktivitet më tepër? Një aktivitet, patjetër, ishte bëjnë klientëve tanë, hotelit, mund të bëjnë një lundrim të thjesht, modest. Pse duhet një familje për ty të viti bëj pushimet këtu në Borsh, në krahasim me një vend në Greqi, po themi, diku pak më tutje? Sepse nuk ka asnjë ndryshim. Në shërbim, nuk ka në natyrë, në det, nuk ka asnjë ndryshimi. Edhe çmimet tona janë shumë konkurruese, edhe sepse bëhet një propagandë shumë e keqe për sa i përket çmimeve. Ne menun tonë e kemi online, edhe janë shumë konkurruese, nuk bëhet fjalë, domethënë. Si e ushqimit? Si është në raport me vendet e tjera? Shërbehen gjërat freskëta? Bravo, pikërisht, po, përveç produkteve që ne përdorim nga zona, për shembull vajin e ullirit që ne jemi krenar për të që kemi vajin e ullirit ekstra të virgjër, që ne marrim vetëm nga prodhuesit vendas dhe ua shërbejmë klientëve në tavolinë, është një privilegj, është një aset për ne. Apo peshkun, apo diçka tjetër që mundohemi të kemi të freskëta. Edhe familja jote vjen edhe shijon bashkë me ty këtu, unë e kam parë, ky është një ambient familjar. Është familjar, po. Unë të uroj shumë suksese dhe sezon të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zuar. Sezon të mbarë. Lejoni tani që t'ju tregoj suitën familjare
për 4 persona këtu në Luna Mare Seaside Suites. Kjo është një suite ku akomodohet çifti dhe 2 fëmijët. Dhe po ta shikojmë në këtë hapësirën këtu është pikërisht hapësira e fjetjes dhe ndenjes së fëmijëve me një krevat marinar për 2 persona dhe fëmijët përgjithsisht kanë qejf që të flen njëri poshtë tjetri lart dhe është shumë e këndshme për një familje, ndërkohë që ka dhe një hapësirë living ku mund të konsumohen pjetë e ngrohta dhe të ftohta. Minibari është këtu, ndërkohë që edhe kafja dhe çaji nuk mungon për pushuesit e kësaj suite. Ndërkohë që këtu vim tek pjesa e fjetjes së çiftit me këtë krevatin doppio, televizori nuk mungon dhe duhet theksuar që kemi edhe një kasafort këtu në fund tek pjesa e dollapit dhe gjithashtu edhe hekuri për hekurosje nuk mungon. Këto janë pjesë e organizimit të sendeve personale, gjithashtu edhe një pasqyrë vanity. Ndërkohë t'ju tregoj edhe pjesën e tualetit, e cila është këtu në fund. Pjesa e tualetit ka më vete dushin dhe tualetin, ndërkohë që lavamani qëndron jashtë për të shfrytzuar sa më mirë. Pjesa më e bukur e kësaj suite vlen për të theksuar që është veranda dhe veranda mund të aksesohet përmes kësaj dere me xham. Dhe gjithkush parapëlqen shumë që të qëndroj këtu sidomos pas diteve ose herët në mëngjes dhe të shijoj një pije me këtë ambientin e mrekullueshëm dhe pamjen shumë të bukur nga natyra dhe ullimi. Futemi tek dhoma çift e atyre që zgjedhin Luna Mare Seaside Suites. Dhoma çift është për një çift, por gjithashtu edhe për një çift me një bebe të vogël. Pra, këtu në hapësirën bosh atje më tutje, mund vendoset edhe një baby cottage për një bebe të vogël. Edhe kjo dhomë ka gjithçka që është e nevojshme për një qëndrim komod, televizori qëndron përballë, madje ka edhe një bibliotekë me libra të ndryshëm në gjuhë të ndryshme, ku gjithkush mund të zgjedhë që të relaksohet, krahase të pushoj natën, mund edhe të qëndroj gjatë pasdites këtu, të lexoj një libër me këtë pamjen shumë të bukur nga veranda. Verandat e Luna Mare Seaside Suites vërtet janë një vlerë e shtuar, sepse qëndron pak më në fresk, më në natyrë, nuk ke këtë pamjen e detit direkt, megjithatë ke pamjen e natyrës dhe të maleve të Borshit që e bëjnë shumë të veçantë të gjithë qëndrimin në këtë fshat. Këtu në këtë dhomën çift, arredimi është gjithashtu mjaft komod edhe modern me gjithçka që nevojitet, përfshirë edhe shafkat e dhomës këtu, produktet vanity që janë të firmave të mira, gjithashtu robe de chambre atje, dhe ndërkohë këtu futemi tek tualeti. Tualeti është me hapësirë, me këtë dekorimin të thosha deri diku aziatik, me këto elementet e dekorit, megjithatë me gjithçka që është e nevojshme. Një element që nuk mungon gjithashtu edhe në këtë dhomën çift është kasaforta, e cila qëndron e fshehur këtu në këtë dollap. Edhe hekuri gjithashtu tek dollapi me robe de chambre nuk mungon, edhe është diçka që klientët e kërkojnë vazhdimisht. Përshëndetje, sot ne ju servirim pjatat tona kryesore. Fillojmë me sallatën tonë shef, e cila përbëhet nga sallata radicchio, rucola dhe sallata lol, me salcën e bërë nga dora e shefit, e bërë me zhlëng portokalli, mustard dhe aceto balsamike. Pjata kryesore është linguini me karkalet skungu, i cili është karkalet si thellësisë së detit jon, dhe zaferano. Pjata tjetër është sallata me fruta deti, e marinuar me vaj limoni, se cilat janë frutat e detit janë sepje, kalamar, karkales e detit jon dhe midja e bregdetit ton. Ndërsa pjata tjetër është açuge e marinuar me aceto të mollës dhe marinuar me vaj limoni. Ju bëft mirë.